Kupton? Tani, këta tjerë që të kanë thonë ty, që kam thonë unë? Se duhet shofi që kush është i vërteti. Përpisën e... Qofse ti beson mu realisht, më beson akoma? Nuk duhet dhe të riprodhoj fjalë gabuara, po them esencën e gjës. Dëgjoj, s'ka gjë. Qofse ti vazhdon akoma, mua më beson realisht dhe sinqerisht. O miri. Vazhdon. Bisedën ti aty e zhvillove prej meja. Po tjetër. Që filloj te grimi. Unë gimbës shpjegimin tim ja dhash. Mrapa. Ja dhash të vërtetin. Dhe i thash. Gjitha problemi me ty është çështja e besimit. Okej? Dhe me të drejta, okej, po pse nuk vjen ti me ma thënë mu çështjen e besimit, tu ka shumë drejta në punët tona nese. Mu më kanë ardhur dhe më kanë thënë, mirë i tha për pjesën e parë, siç the ti, që kishte të bënte me raportin ton, shok, mos gaboj. Dhe për pjesën e dytë, tha, si fillim kisha thënë tjetër gjë, derisa kur je ripyetur, ke thënë që po, butoni është gimbo. Nuk du ta riprodhoj në mënyrë të gabuar, po jam shumë e sigurt që këtë ka ardhur Kristi i pari më ka thënë. Do të thënë kjo gjë, do të thënë që ti esencën e gjës e kishe për gimbon. Po. Për butonin. Po pra, po përfundimi, thelbi i muhabetit ishte për gimbon, ke thënë ti. Po. Po pse nuk folën për gimbon? Jo. Am dhe dorën, të dhe dorën. Po pra, po butoni, butoni është koha. Po të them unë kur kam fol me ty, për pjesën e butonit, kam thënë gjëja, raportin nuk është më buton. Po të shpjegohem unë ty tani. Tash unë po të shpjegohem ty, që të njëjtën gjë. Ke thënë dhe ti, po ti ndoshta ke përdor fjalë të gabuara dhe këto e kanë kuptuar sikur unë kam qenë duke fol kundra gimbës. Jo e kanë kuptuar. Këta interpretojnë kështu.